VMRO e trahtoi popullin, jepni dorëheqje menjëherë. Ju politikanët jeni fajtor për këtë gërdi. Erdhi koha VMRO të PMN të pastrohet nga rriqërat, të mbahet kongres dhe të ndryshohet e gjithë udhëheqësia. Këto janë vetëm pjesë nga komentet në rrjetet sociale drejtuar krerëve të partisë. Pas kësaj u paraqiten informata se është e mundur të ndodhë ndryshimi postit lideri VMRO të PMN-s. Nga partia thonë se nuk mendojnë për ndryshim të Gruevskit dhe se ai e ka mbështetjen e plot nga Komiteti Qendror dhe Ekzekutiv. VMRO-DPMN si parti politike me antarësinë e saj, kryetar, Komiteti Ekzekutiv dhe Komiteti i Komunave, treguan një unitet të fortë dhe kjo është prioritet që do mbajë në këtë periudhë dhe në vitet që vijnë. Largimi i Gruevskit do të sjellë lindjen e Maqedonisë së Re, kthimin e demokracisë si dhe sundimin e drejtësisë. Kështu Jove Kokenovski, një nga promoterët më të zëshëm të ndryshimeve në VMRO të PMN, i komenton paralajmërimet për ndryshimin e liderit të kësaj partie. Në vend që të ndërrojnë ose të mendojnë të jenë lider, duhet të mendojnë se si do ta drejtojnë mbrojtjen e tyre para gjykatës, në të cilët jam i sigurt që kanë patjetër të dalin dhe të japin përgjegjësi para fytyrës së drejtësisë. Kokenovski pohon se një pjesë e madhe e antarëve të VMRO të PMN-s janë të zhgënjur nga veprimet e Nikola Gruevskit dhe të udhëheqësisë së partisë. E për këtë i përmend edhe komentimet e fundit në rrjetet sociale, në të cilët shihet pakënaqësia e simpatizuesve të kësaj partie. Çdo herë më shumë do e shohim fytyrën e Gruevskit dhe të udhëheqësisë. Do vërtetohet se ajo që po flas, që janë manipulator, patriot të rrënjshëm, që kanë marrë pjesë në shumë vepra të këqija, që janë bërë këtij shteti, të cilët do dalin në pa. Sipas informatave, si emër më të përmendur të cilët eventualisht do të zëvendësonin Gruevskin, janë Nikola Popovski, Nikola Todorov, Vlatko Gjorgjev dhe Hristijan Mickovski.